Ne mund ndërtojmë një administratë më eficiente, më të vogël, është shumë më eficiente. Pse? Po ja u them unë. Në 2013 qeveria shqiptare numëronte mos gaboj diku të 83.000 njerëz që punonin në administratë. E marrim dhe 100 për hatër. Tani keni parasysh që në administratën shqiptare punojnë mbi 220.000 njerëz. Ndërkohë, rezultatet e censusit janë zhgënjyse, na ikin shqiptarët nga Shqipëria dhe ne shtojmë administratën. Ka sens kjo histori? Pra unë gjykoj që këta njerëz që marrin rroga dhe qeveria që i kthen grantet në rroga, pra grantet e investimit për të shtruar rrugë, për të bërë shkolla, për të bërë ambulanca, për të bërë spitale etj, i ka zhbërë dhe i ka kthyer në rroga për të ndërtuar atë që quhet inxhinieria politike e këtyre, me patronazhist dhe me njerëz që janë administrat që t'ju marrin nga 4 vota apo nga 10 vota në rastin e emigrantëve nga jashtë brenda. Këtë unë e quaj inxhinieri politike. Pra unë gjykoj që me ardhin e opozitës në pushtet, do duhet që të shkurtohet administrata, pa diskutim, sepse janë paratë e taksave tona, të cilat i marrin disa qiban që nuk e din se ku punojnë, kanë disa karta banke, nuk e din ku e kanë vendin e punës, nuk janë thirrur asnjëherë në apel në institucion, dhe këta shkojnë me karta dhe marrin disa rroga, që s'kan bërë as i punë jetën e vet. Pra, din përdorin vetëm atë kodin e bankomatit. Prandaj unë gjykoj që është shumë e rëndësishme në pakja administratës në këtë rast dhe rikthimi shqiptarëve.